Mes ujërave të liçenit dhe gjelbërimit të jugut, Butrinti mbart mbi supën mijëra vite histori. I vendosur në ngadishullin e Ksamili, ky qytet antik ka qenë ndër shekuj një pikë takimi qytetërimesh, ndërsa sot po kthehet në një nga historitë më të forta të suksesit të turizmit kulturor në Shqipëri. Parku arkeologjik i shtrirë në rreth 15 hektar dhe i rrethuar nga liçeni i Butrintit dhe kanali i Vivarit, ofron një kombinim të rrallë mes trashëgimisë historike dhe peizazhit natyror. Ky kombinim duket se po e favorizon shumë Butrintin, sepse sot Butrinti nuk është më thjesht një sit arkeologjik për të vizituar, por një destinacion i konsoliduar në hartën ndërkombëtare. Këtë e konfirmojnë të dhënat e Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha. Në një postim shpjegon se ky transformim vjen pas një periudhe të gjatë ku potenciali i sitit nuk u shfrytëzua siç duhet. Sipas tij, menaxhimi fragmentuar dhe mungesa e standardeve për vite me radhë e lanë Butrintin në hijen e vet. Ndërsa sot, me një qasje të re të bazuar në mirë menaxhim dhe zhvillim të qëndrueshëm, ai po afirmohet si një destinacion me vlerë të shtuar në arenën ndërkombëtare.